Po tash me marrë shembull e presidenti ka pas qëllimin e mirë, mi përkra ato zonjat aty që punojnë, po është edhe ona medalës tjetër që nuk është edhe e mirë se aty e din çfarë institucioni është kredibil, po sidoqë që tjetë nuk jem në këtë farmin në Ballkanin Perëndimor që mundet më rreziku dikë të qoftë me email apo të qoftë kështu indirekt apo si të thojnë na, po unë po mendoj që këta e kanë bërë gabim dhe e ka thonë këshilltari zoti Kupina i Osmanit që e ka marrë lejen nga AKI-ja që kanë postu, apo jo rekomandu nga AKI-ja, që si të shte përgjithësia i bjenë AKI-s, dhe unë nuk shoh këto najfar ku me diqa se edhe Maqedonia e Veriut e ka një standardit që mund me publiku foto, se aty në stafi i mbrenshëm, se jo ata që kryjnë punë jashtë terrenit, pa marrë parasysh mundet me qenë edhe në një mënyrë hipotetike, apo rrezikshmëria mund të jetë minimale, po ja pra edhe me ida kolekt të ju kanë qef me bë pak më të madhe, po sido që tjetë, unë mendoj se nuk ka diçka rrezik potencial që mund të vijë X, Y e aty që mund bëhet se nuk mund të krahasona me Shobat, me Londrën dhe me Francën që i kanë agjensitë inteligjente apo njësitë inteligjente që i kanë në shtetet e tyre dhe që veprojnë atje. E dim shumë mirë dhe kemi dhënë edhe në intervistat e juve të kaluara dhe nëpër mediume të tjera nderuame se zoni Osmani presidentja jonë e din derisa s'ka qenë për çamja o kanë faktikisht veshtuja që noteri apo punëtorja e zotit Albin Kurti në mënyrë hipotetike se e kanë ngurë dhe s'ka pas sharë çdo sen dhe ishte mos emrimi zotit Bleri Misupaj një kryeprokuror të shtetit dhe është e ka thënë zoti Kurti në opinion dhe në Koment Kosovës dhe u kon keq dhe tash masi që u bëjë thymja mes Elisës Guzo dhe zonës Gërvallë dhe zotit Peci, ministrat e saj dhe unë po mendoj që më në fund është binë zonja Osmani presidenti jonë që nuk u kon mirë që ka ngu zotin Kurti pa marrë parasysh që u kon koalicion me të dhe ajo është presidente e çdo kujna jo e një kryeministit e çdo shtetare dhe ka bogamin dhe më në fund është binë që ka bo keq dhe tash përshin edhe vizitat e senatorëve amerikanë dhe evropian që vetëm me presidentin kanë vizitat, mas shumëte dhe shkon në Andena, zonja Osmani dhe jo Albin Kurti, po si dështë tjetë tash veç që ka kuptua, po unë besoj që është vonë dhe gjithçka është djeg në atë kuptimin popullor se zonja Osmani nuk mund të jetë presidente dhe e din zgjedhje dhe kalkulimi për zgjedhjen e qeverisë që i mbon në fund dhe tash besoj është edhe kulaçi për çështjen e presidentit dhe unë mendoj ose PDK ose LDK që kanë me qenë në përformimin e qeverisë, po sidoqë që shumë rrethana që janë edhe me Emli Krasni që u kthy nga vizita në Hag dhe po besoj që ka marrë Aminin nga Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli se e dim këtu kush i kryjnë ato punë të mëdha në partitë politike dhe e shohme po ta liderin këto vetëm figura ato thjesht si figurat shahat, po jo edhe në esencë që mund me kry punë. E din shumë mirë se kanë PDK njerëz të fuqishëm edhe në LDK, po sidoqë që tjetë, unë shpresoj që një koalicion që është më i fortë është mes lëvizjeve vendosë dhe PDK-s dhe e kryen çështën e presidentës, e bën me rotacion me kryeministër dhe pak në disa vend që është e presidentit, aty jetë mes negociatat. Aty unë besoj se çdo sen është marrë vesh dhe unë rri asaj fjalën bazë dhe shpresoj në javën e tashme që është kjo sakt që kam thonë ajo, apo edhe mund me qenë edhe LDK-ja në mënyrë hipotetike me ta në qeveri. E din shumë mirë, e din opinion, e din çdo qytetar çfarë ofendime ka pasë mes lëvizjeve vendosë dhe PDK-s ato ofendime që janë kënë në Kombëtin e Kosovës, si armë me shollus, shto këto fakte që ka pasë edhe 7 nivele komunale që ka pasë bashkëpunim dhe e kanë këputë si më sopat në termin popullor dhe më në fund se erdha ai vizita e zotit Konjufson në Hag atje, u bëj marrëveshja dhe u bëj takimi i famshëm mes me Emli Krasni dhe Albin Kurti me shefat e grupit parlamentar dhe jo rastësisht u takun dhe jo rastësisht i kanë dashur çdo pozicion, po e kanë kamuflu para opinionit dhe para njerëzve të vet aty që jo s'do të kem se ishin normal ofendimet e rënda, thash dhe çdo sen e kanë pas atë anën medaljen, edhe të mirë edhe të keqe se nëse e kishin bërë publike, ishte djeg edhe PDK edhe BV-ja dhe kështu kanë bën heshtje dhe tash shpresoj në javën e ardhshme që besoj që ka më bë edhe Amin edhe ka më bë marrëveshja. Unë nuk më paraqyku për derisa s'jam pjesë as të LDK-s as e partive të, po sidomos LDK-ja i ka qit në padh ata njerëzit e vet dhe çdo parti që shikoj ka edhe LDK rrymat e veta përmend dhe në mënyrë hipotetike ata pe kontestojnë ishte edhe zonja Krasni që rezulta nga vështria që theke kundër kandidatit ti tash profesori zoti Tahiri dhe kishte ka pas dhe ato tash kanë bërë nga prokuria të vërtetojnë se a ka pas bjedhje masive apo jo, po qoftë edhe nga Arben Gashi që thotë të rinë më rënë dhe shumë rrymë tjera aty çdo parti ka rrymat e veta njëra më të fortë. Unë mendoj se kjo i bie përgjegjësia edhe liderët të partisë, nuk do të lejohet ato kalkulime politike për çdo njeri pa marrë parasysh a ka qenë shef grupi parlamentar e të jo,
po si do të jetë në çdo parti janë klane dhe nuk do të leju ato ndalin në pa, po ja pra kjo është një farë politikë që mundet me leju LDK-ja, po faktikisht e dëmton reputacionin e LDK-s të çdo individi që mundon me bë kalkulime politike.